Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam një vajzë 23 vjeçare dhe prej një viti punoj në një televizion të njohur në Shqipëri. Kur mora telefonatën që isha pranuar, mbaj mend që mezi e mbaja veten nga emocionet. Ishte një nga ato momente që të duket sikur po fillon jeta e vërtet. Mendova se më në fund po futesha në botën që kisha ëndërruar. Media, dritat, kamera, ekrani, nga jashtë gjithçka dukej perfekte. Kur shija emisionet në televizor, më dukej sikur çdo gjë ishte organizuar në mënyrë ideale, njerëzit gjithmonë të kuruar, të buzëqeshur dhe nën kontroll. Por dita ime e parë më zgjoi nga ajo ëndër shumë shpejt. Hyra në ambientet e televizionit me një emocion shumë të madh, por brenda meje nuk ishte më ajo qetësia që imagjinoja. Ishte kaos, njerëz që vraponin, zëra që thorisnin njëri tjetrin, telefona që binin pa pushim. Askush nuk kishte kohë për ty, askush nuk të merrte për dorë. Të fusni në mes të gjithçkaje dhe presin që të mbjetosh. Pozicioni im ishte i ulët, praktikisht isha vajza që bën gjithçka, nga përgatitja e materialeve te koordinimi i detajeve të vogla që askush nuk i vë re, por pa to gjithçka bie poshtë. Orët e punës nuk kishin orar fiks. Mund të nisja në 8 të mëngjesit dhe të dilja në 10 të darkës, ndonjëherë edhe më vonë. Për të gjithë këtë, paga ishte minimale. Në fillim nuk më interesonte, i thoja vetes, do mësoj, do rritem, do shpërblehem më vonë. Por me kalimin e muajve fillova të kuptoj që gjërat nuk funksionojnë gjithmonë kështu. Kërkesat e shefave ishin të vazhdueshme. Duhet ishe gjithmonë e gatshme, e buzëqeshur, duke thënë po. Edhe kur fizikisht nuk mundeshe më, edhe kur emocionalisht ishe e lodhur. Mbaj mend një rast shumë mirë. Më dha një material për ta përgatitur. Kur e lexova, kishte disa gjëra që nuk më dukeshin të sakta. Ja përmenda shefit me shumë kujdes. Ai më pa dhe më tha: "Nuk jemi këtu për të qenë gjithmonë korrekt. Jemi për të qenë interesant dhe për të marrë klikime." Ajo fjali më mbeti në mendje. Në atë moment kuptova që ajo që mendoja unë si e drejtë nuk ishte gjithmonë prioritet. Aty filluan kompromiset. Në fillim kompromise të vogla, më pas heshtja u bë që unë nuk mund të vazhdoja më. Të pranoja gjëra që nuk më pëlqenin, të ndryshoja mënyrën si paraqitej një histori. Pastaj u bën më të mëdha. Fillova të ndjej që po humbisja veten time. Po përshtatesha më shumë se sa duhej. Në atë ambient, nëse nuk përshtatesh, nuk mbijeton. Dhe kjo është e vërteta që nuk shihet nga jashtë. Njerëzit shohin vetëm ekranin, buzëqeshjet, suksesin, por nuk shohin netët pa gjumë. Nuk shohin stresin, nuk shohin momentet kur ndihesh i pavlerësuar. Ka pasur ditë kur jam kthyer në shtëpi dhe kam qarë. Jo nga lodhja fizike, por nga ajo që ndjeja brenda. Ndjenja që po jap shumë dhe nuk po marr asgjë. Ndjenja që duhet të luftosh çdo ditë për të mbajtur një vend që nuk të garanton asgjë. Por ka dhe anën tjetër, ka momente që të bëjnë të ndjesh mirë. Kur një emision del mirë, e di që ti ke kontribuar. Kur dikush të thot punë e mirë, ndjen që po mëson diçka që nuk mund ta mësoj askush tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse ende jam aty. Sepse edhe pse realiteti nuk është si ëndra, ka diçka që më mban. Ndoshta ambicia, ndoshta shpresa që një ditë do ngrihem në detyrë, ndoshta fakti që nuk dua të dorëzojmë kaq shpejt, por ai që kam mësuar në këtë vit është shumë e qartë. Pas çdo ekrani të bukur, fshihet një realitet që nuk është gjithmonë i bukur. Dhe suksesi që duket i lehtë, shpesh ndërtohet mbi sakrifica që nuk i sheh askush. Sot jam ende ajo vajza që hyri me ëndra të mëdha, por nuk jam më naive. Tashmë i shoh gjërat ndryshe dhe çdo ditë mundohem të mos humbas plotësisht veten time mes gjithë kësaj. Në fund të ditës, ajo që është më e rëndësishme është pikërisht jeta që un kam.